Banor të një pallati në zonën e Astirit në kryeqytet kanë protestuar këtë të martë para drejtorisë së përgjithshme të kadastrës për të kërkuar njohjen e banesave të tyre. Prej vitesh këta banor kanë vetë deklaruar objektin për legalizim, por ky proces akoma nuk ka përfunduar, teksa institucionet kanë tejkaluar çdo afat ligjor. Ata janë pritur në takim nga drejtori i legalizimeve, i cili u përcaktoi një afat për zgjidhjen e problemit të tyre. Kemi prej 20 vitesh që vetëm gënjeshtra. 5 prill do jetë afati i fundit i legalizimit për të marrë vendimin. Dhe nëse nuk respektohet ky afat, çfarë? Përsëri banorët do mblidhemi këtu, që i bie në 5 maj, deri në 5 maj po i presim. Do ta bëjmë sot, do ta bëjmë nesër, është pallati pronari vdiq, bëj dokumenta mbyll, po përgjigje s'ka. Për bri pallati tim u bë njeri brenda javës, me lek në dorë. Kurse pallati jonë që ne thamë nuk japim lek, nuk e bën 18 vjet, 20 vjet. Ish ndërtuesi vdiq, neve ngelëm në qiell të hapur. Jemi detyruam që erdhëm këtu dhe kemi hyrë me forcë brenda se s'na fusnin brenda e s'na jepnin asnjë farë përgjigje. Në rast të tejkalimit të afateve ligjore, avokati përfaqësuesi i banorëve Gentian Seriani sqaroi se do të ndiqet çdo hap ligjor, por edhe për shkallëzim protestash nga ana e banorëve. Përcaktuan një afat për përfundimin e legalizimit, që është data 5 prill, pra që do të kemi një vendim nga ana e ASHK-s për legalizimin e objekteve të tyre, dhe deri në 5 maj do të jetë afati i afishimit të vendimit dhe më pas i lindet drejta për të kryer veprimin e regjistrimit pronës në emër tyre. Është shkelur çdo afat ligjor, pra qytetarët kanë pasur të drejtë edhe shumë kohë më parë që të drejtohen gjykatës për detyruar institucionin ASHK-n për përmbyllur procesin e legalizimit. Afër tyre është legalizuar një pallat tjetër në mënyrë korruptive. Ty ku korrupsioni funksionon, ku funksionon edhe legalizimi. Aty ku qytetarët duan të përfitojnë dhe të marrin të drejtën e tyre, ashtu siç takon me ligj, nuk funksionon, nuk ecën. Procesi, i cili po zvarritet, ka prekur 24 familje që banojnë në këtë pallat, pjesëtarët e të cilave kanë dërguar disa herë shkresa pranë institucioneve, por nuk kanë marrë asnjë zgjidhje.